Sa votues keni të regjistruar dhe në cilat njësi administrative apo bashki? Tani, sipas të dhënave që gjenerohen nga regjistri kombëtar, votuesi rreth që përjashto emigrantët, diasporën, votues që janë këtu janë 23.285. Qendra votimi në gjithë rrethin me njësitë administrative dhe bashkinë janë 48 qendra votimi që do përdoren atë ditë që do hapen për votuesit. A keni informacion, ka vajtur baza materiale? Se kam të informacion, do interesosh të KZZ-ja. KZZ-ja është hapur, KZZ-ja është ngritur? Besoj se është ngritur, po. Për lidhur me votuesit që janë emigrantë, keni ndryshime të lisave, mund të ketë edhe që vinë, që largohen? Tani votuesit që janë jashtë shtetit janë regjistruar që në mars ka qenë periudha e regjistrimit dhe nga statistikat që ne kemi janë përjashtuar nga listat që kemi ne. Pra votuesit kanë listë në vete që janë emigrantët, kurse bëndalin këtu kanë... A keni një shifër të saktë sa është numri këtyre emigrantëve? Po, këtu në bashkinë tonë ja 5.000 të 5.000 është. Emigrantë të larguar? Që janë regjistruar.